Kjo është që për këtë arsye ne kam problem që këtu me qenë vigjilent me këtu çfarë Vigjilent jemi na i sigurojmë ata kalojnë s'është problem, po në rrugë. Ju bëni vigjilent për na nol 9 miliona ata me kalu. Është lirë, okay. Veç që kjo tani e sjell më mirë është na të jemi të vetëdijshëm. Çka po kalon, vetë të jemi në përputhje me planin tonë që të punojmë për shkak të rrugës me ato, edhe po mjekësa duhet. Ne do t'i lejojmë gjysmën e Korsisë, qysh kemi thonë do ta lirojmë. Do ta lirojmë gjysmën e rrugës. Pra, njëna Korsi do të jetë mbyllur, tjetra Korsi jo, do të kenë mundësi automjetët me qarkullu në një drejtim. Prej atij drejtimit kënej, eventualisht mund të qarkullojnë qytetarë shqiptarë që janë të diskriminuar ato në Preshevë, Bujanoz ose Medveç, ata i lejojnë se s'mund të diskriminojnë në një herë, që diskriminon Serbia, ata mund të lejojnë me kalu. Përndryshe, mallrat dhe automjetet tjera nuk i lejojnë. Kjo është e njëjta që na bën Serbia neve. Na përcaktojmë këto, Livorën edhe ofrojmë siguri për të gjithë, po i kisha lutë që ti vësh tira njerëzën mos të bllokojnë rrugën. Na do donim që ju ta përcaktoni dhe ju ta ndaloni mos me ardhën, atëherë na kishim qenë këtu formalisht. Pra, po që se ju ndaloni automjetet mos me kalu kënej, ana jonë do të jetë tërësisht formale, ne do të thim plotësisht qetë në çetjes. Por ndryshe, nëse ju vazhdoni të lënë, na duhet me pas ton kohën, me qenë vigjilent me çka është ndodhur, çka është fortë ajo. Na jemi të përkushtuar me siguri lëvizje të lirë për secilin, njëkohësisht siguri edhe për ne jemi të përkushtuar për me siguri lëvizjen e lirë nikahore. Ju los rrugën mos se bllokoni, bëni kërkesë në të më lirojnë atë çfarë. Njëna Korsi është e lirë. Njëna Korsi është e lirë. Edhe kënej Korsia, një Korsi është e lirë. Kur të vinë veturat e keni pa vetë që kalojnë me kalu.